Vlera që shete dhe te me qenë freelancer në kuptojnë që me punu prej kur dush, ku dush, me rëndësi puna me kone kryme. Do me thonë, si freelancer ti nuk je punëtor i korporatave, shefave, kompanive, po je më shumë bashkëpunëtor i tyne. Do me thonë, nuk je i kufizum në lokacion, s'duhet pa tjetër me konë fizikesh në zyrat e tyne ose në lokacionet e tyre për me mujt me kry punën, as nuk është e domosdoshme që ti me punu me një orar ashtu fiks edhe strikt, ti punon pra që shë thash ku dush, prej kur dush, mi afton që puna në fund me qenë e kryme. Si term është kogja i ri në vendin tonë, nuk është, por me që tha daton kogja mëte në botë. Tash për shoh që rinia jonë ka fillu me kuptu edhe me pa nevojën e tregut online për freelancers, edhe normalisht që mi u kyç më të madhe këtij tregut punës. Po, Blenda, qysh ke fillu ti? Dhe më thonë, qysh u informove për këtë punë? Për shkak se që unë, për shembull, nuk e di saktësisht, po shumë të tjerë që po na shikojnë nuk e din. Edhe jemi krejt kurreshtar me ditë, qysh je informu, a e ke besu si punë, edhe qysh ka qenë rrugtimi jot? Vlera, në fakt, unë i kam përfundu studimet në kuadër të një drejtimi të mjekësisë, do me thonë, përkatësh në infermieri. E tash punoj si Amazon Brand Manager. Do me thonë, puna edhe eksperienca, do me thonë, profesionet që e kam, nuk është që mu kanë lidhë shumë në fillimet e mia. Kur kam startu në studime, si po besoj shumë të ri, dëshira u kanë shumë e madhe me hynë punë dhe me pas një paktonën, me kanë e pavarur financiarisht. Atë ko, do me thonë pa ta apliku mbi nashta 100 puna në Kosovë, disa prej tyre nga ftu në intervistë, po do me thonë gjitha pa sukses. So po besoj që shumë prej neve e din, u pa ta demoralizu gogja shumë se s'kështë s'mësha mu kyç kërkon, pa ta dëgju, u pa të marrë një trajnim nga Women Over Women, një organizatë e tillë, që ka të ofru një trajnim për botën online, do me thonë për mundësi që është të ofru bota online. Pa ta marrë pjesë në atë trajnim, edhe i pa ta marrë do një uri bazë. Po, unë thash problemin e kisha që unë e infermiera, edhe qysh më kyç tregun e punës, se infermieria nuk korrespondon shumë me kërkesat e tregut online. Do me thonë, çka mundesh me ofru se ti si infermiere virtualisht për dikon. Edhe prej ato pa ta fillu me mendu se çka mund unë me ofru, që është kërkesë edhe e botës online, e klientëve online. Edhe e pa ta ditë që në gjuhën angleze, do me thonë, e kom pas shumë mirë, e kom ditë gogja mirë, kom ditë shumë letë më gjindë, e kom ditë që nësë qëkarë probleme që më i me hasë, që është i thjesht normalisht në atë kohë, më i marrë deri të zgjidhja, di ku me lypë zgjidhjen, edhe që jam gogja këmgullëse, edhe kom thonë, okej, që tu janë që ka në duna mi shfrytzu, mënyrë që me gjetë punë online. Excelën e kom ditë, jo do më zëshmërisht si eksperte, po e kom ditë mi aftu shumë sa me mujtë me kry punë. Edhe që tu jenë kanë skillsa që unë i pa ta përdor, do me thonë shkallësit e mija që unë i kom përdor me mujtë me gjetë punë online. 2 muj pa ta apliku non-stop. Në çdo punat online? Punat online. Po, do me thonë ekziston një faqe ku ti aplikon? Po, do me thonë ka faqe të ndryshme. Unë në trajnimin, specifikisht na u patëm trajnu për Upwork. Do me thonë jena familiarizu me platformën Upwork, po, unë prej natyrës jam gogja kurioze, kështu që pa ta hi me shiku dhe çfarë platforma është tjera, ekzistojnë përveç Upworku, që unë mund na mi shfrytzu. Edhe pa ta marrë gogja shumë platforma, do thonë ka plot. Momentin që ti hen me shiku, veç se ambientosh me sa i madh dhe sa shumë mundësi ka treg online i punës. Edhe, do me thonë, hina, hapsha profile Upwork se disha paka shumë, edhe në profile ku të mojsha. Edhe hina aplikojsha non-stop, do me thonë. Veç që dërgësha CV-n që shma mërke mu menja, paka shumë hesha hullumtojsha se anglisht ka gogja shumë informata, që shme ndërtu një CV të mirë, që shme ndërtu një cover letter, edhe i shrudzësha që ato informata për me mujtë mjo kysh tregut punës. Puna e parë që pa ta marrë me një platform, pa ta bënu një muj, s'pa ta fitu kur gjatë. Do me thonë se kum di që është scam. Edhe prej atë, ashtu pak normalisht thash qepëshes, po vleka kur gjatë, po kënej nuk është që e kesha naj pun tjetër, thash okej, hajt, po provoj, hajt të shat. Del ku del, kohën e kesha, edhe vullnetin po, pa ta hi qështu, pa ta apliku gogja shumë, edhe pa ta rastis me një pun, ku klientit ka qenë
spanjoll, po që ka jetu në Amerikë. Edhe ati ju dashke një individ, I cili ka kogja shumë vëmendje në detaje, mundet mi vrej detajet, mënyrë që mi a gjetë do informata ati online, edhe mi kopju që ato informata mi a qitë me një shqit, mi a ndërtu gjatë shqitin edhe mi a standardizu. Që në natyrë do këtë shumë e thjesht. Bile kur ma pa të ofru që të punë, one normalisht pa të apliku, po kur vese u dakordu diçka lidha kontrat, halos mu besoj ke. Plus hera e parë që vetë se su pagujta, thash me shumë gjas, apo ne s'u pagun, po kush pagun për këtë lloj punash, apo ne kush pagun me bazi Tu do ke thjesht, po. Liçi më do ke thjesht, po më do ke hajgare. Po besoj që edhe për shumë prej shikuesve kam jo dok hajgare që hej kush kish pas me pagu për ato puna, po çaq është I madh tregu online edhe çaq ka kërkesa ndryshme. Sa merë për çka paguajnë klientët. Normalisht arsenet ka ndryshu goxha shumë me AI, po në përgjithësi është një kërkesë shumë e madhe. Këtë çka vyn ty me ditë për shembull se individ, nëse se ki ndaj profesion botës moderne, si on për shembull, hajt po vjen prej çdo lloj profesioni tjetër, po je jurist, po don më kyç në tregun online punës. Ose je ekonomist, po don të punë online, s'ki shkallësi kompjuter, si e programer, domethënë nuk den me bë design, si ki çato shkallësi, qysh më kyç në tregun online punës. Çka unë kom vrej ndër vite, është se këtë çka ti dosh me ditë është çka është duke u kërku, që përputhet me shkallësitë tua dhe eksperiencën tona, ose çka mundesh ti me shfrytzu, me ndërtu, domethënë te vetja, me zhvillu, e cila është momentalisht duke u kërku shumë në tregun online punës, që gjithmonë me ka një step ahead. Çka unë kom vrejt shumë është që në botën e sotit, përderisa është gjithmonë e preferueshme me kanë ekspert I një fushë, tash po kërkohet me pas njohuri edhe shkallësi edhe në disa fushat e tjera. Nëse je ekspert I një fushë, po edhe dem pak a shumë disa fusha tjera të cilat lidhen me çdo që e bën ti, je shumë I kërkuar, mundesh më pagu shumë a mirë, edhe normalisht ta ofron një farë lloj stabiliteti për të ardhmen. Në kuadër punës që lëm punon, për me gjetë puna tjera, për më zhvillu profesionalisht e shumë tjera.